rezulton nga vlerësimet që kanë bërë autoritetet e statistikës zgjedhore që Partia Demokratike nga të vetët në Fier ka humbur 1 mandat, në Korçë 1 mandat, në Elbasan 1 mandat, në Vlorë ka humbur 2 mandate, në Durrës ka humbur 1 mandat, në Berat 1 mandat, në Tiranë ka humbur 2 mandate. Pra këto vetëm shpjego si ka humbur nga të vetët në shkuptim? Pra nëse Partia Socialiste ka qenë subjekt i vetëm përballë dhe nuk ka patur brenda kampit të pushtetit pra rivalitete ose kundërshti në kampin e vet, Partia Demokratike ka qenë e detyruar të hyjë në këto zgjedhje duke pasur përballë dhe Agron Shehajn dhe Dash Shehajn dhe partitë të tjera të spektrit opozitar, pra që kanë synuar rotacionin, por që nuk kanë qenë në harmoni apo në një blok të unifikuar. Dhe këta i kanë prishur punë. Vetëm nga shpërndarja e votës së opozitës në parti të spektrit opozitar, Partia Demokratike ka humbur në këto zgjedhje 9 mandate. Tani për humbjen e këtyre 9 mandateve nuk mund të fajsohet përsëri qeveria apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.